Edhe kandidati i koalicionit Aleanca Kombëtare për Integrim për kryetar të komunës së Gostivarit, Valbon Limani, ka votuar sot i shoqëruar nga familjarët e tij në shkollën fillore Bashkimi. Pas votimit, Limani u prononcua për mediat duke e cilësuar ditën e sotme me borë si një ditë me bereqet dhe duke shprehur urimin që nga ky proces zgjedhor të fitojnë qytetarët e Gostivarit, ndërsa zgjedhjet të zhvillohen në mënyrë korrekte dhe demokratike. Sot së bashku me familjen realizuam të drejtën e votës, ditë zgjedhore e ftohtë për unë e quaj ditë me bereqet. Uroj që kjo ditë të kalojë në një atmosferë korekte, demokratike, gjithçka të ecë ashtu si duhet dhe në fund të fitojnë ato që duhet gostivarasit. Mbi gjithat presë të kalojë gjithçka në rregull, në fund qytetarët do të japin verdiktin e tij, sipas të gjithë analizave tona besojmë që në mbrëmje do të festojmë të gjithë së bashku.